Mirëmbrëma Tetova e fitoreve. Mirëmbrëma Tetova e cila nuk duron që të na përkëmbë dignitetin saj. Nuk duron që na O Veron, s'kina po nga Allah. Pak, ma të pak, shumë pak. Gjithë qytetarët e keni ardhur të festuar në këtë fitore të madhe. Mirëmbrëma gjithëve. Ashtu siç me 19 tetor e dhat fjallën, populli I cili foli me 19 tetor, foli edhe më fuqishëm me 2 nëntor me një fitore mbi 5.000 vota. Dhe kur populli ngrihet në këmbë si në 2021, ashtu edhe në këtë vit nuk ka forcë që e ndal, nuk ka forcë që e ndal këtë lumë me njerëz. Ju falënderit gjithëve përzemërsisht për këtë përkrahje, për këto vota cilët na I keni dhënë. Në mandatin e dytë, kryetari Kasami do të vazhdon të jep Hof Tetovës, do e zhvillon sepse në mandatin e parë arriti të gjitha ato probleme fundamentale që na kishin lënë për 20 vite ata që zhvatën, arriti t'i kompletoj. Ju falënderit dhe nga e hëna nisim me punë. Falënderit gjithëve dhe një herë përzemërsisht. Falënderit, shihemi në fitoret e radhës. Mirëmbrëma Tetov, të nderuar shqiptar, nga Struga deri në Kumanov, ne po ja japim vullën e fitores gjithë qytetarëve dhe në veçanti shënon fitoren e gjitha komunat shqiptare. Nga momenti që më zgjodhen shef shtabi, isha I bindur se ne do ta mundim thellë zullumin. Dhe nga sonte zullumi ka shku në histori. I falenderoj nga zemra gjithë shtabin që udhëhoqi gjithë këtë betejë të suksesshme, kolegët e mi Amir Elezin, Bashkim Bakiun, I uroj po ashtu mikut tim që ka qenë për krah mu, Granit Osmanit, gjithë udhëheqësit e sektorëve, shefat e shtabeve komunal, gjithë ju aktivist, të nderuar shumë ju rinist, forumi I gruas dhe ju shqiptar që na mbështetët fort në këtë fitore. Të nderuar tetovar, nga sonte nuk ka vend këtu për zullumin, për pamoralshmin, edhe haremin nga nesër do të shtuket nga Tetova. I bëj thirrje BDI-s dhe gjithë aktivistëve që Aliu ma nuk ka vend këtu në Tetov. Ajo selia atje që është shndruar në harem duhet të shporet dhe vendin e ka atje në Kërçov, ku e shiti komunën e vet bashkë me Berbenicën për ta fituar Tetovën, po Tetova I prishën matematikët dhe skenarët. Gjithmonë I ka pri historisë, gjithmonë I ka dhënë vull ndryshimit dhe ne jemi sonte krenar, por para se t'i urojnë nga zemra ata që fituan Mendiun në Strug, Fistikun në Dibër, Blerimin në Dollen, Fetiun në Bogovin, Bilalin në Tetov. Gjithmonë do ta keni mbështetjen tonë nëse punoni kështu si punoi këto 4 vite Bilali dhe Blerimi. Ju bëj pashtu ftesë se nga nesër fillon puna jonë në këto komuna. Dhe po ma lani amanet që të punoni dhe ta ndiqni shembullin e Blerimit dhe Bilalit. Po që se nuk punoni fort dhe me përkushtim për këtë popull që mu ka prit shumë gjatë gjithë këtyre dekadave, nuk va bëjmë halal mundin as shtabit, as aktivistëve, as përkrahësve, as votuzve. Andaj, për çdo ditë ta keni në kokë amanetin e gjithë këtyre votuzve, gjithë këtyre qytetarëve dhe gjithë këtyre shqiptarëve. Dhe nga sonte, përfundimisht,
ashtu si e shkrojta 2 orë para se të përfundoj votimi, u thash se po përfundon zullumi, po mbyllët një faqe e erët e historisë dhe shqiptarët po çlirohen nga jo mortaja e kuqe që nëpërmjet shërbimeve, nëpërmjet mekanizmave dhe aparatit shtetëror ka sunduar mbi shqiptarët dhe momentin që shkuan në opozit ranë si kulla nga rëra apo si kulla nga kartoni i letrës dhe nga sot ata më gjithë një nga një po e marrën rrugën e Artan Grupit për Arati. Falënderit shumë për përkajen, ju dua shumë fitore gjithmonë. Edhe një 10 ditë bëhën 11 vjetë kur i kemi thonë Ali Ahmetit se që këta djemë që i shenë skenë do të pensionojnë. Atëherë s'ka besu, por sonte Ali Ahmeti shkojnë pension politik. Shumë të dashur aktivistë të Vlenit, zemrat e kësaj fitore, më duhet sonte vetëm shkurt që përshëndes për shkak se festa jonë të vazhdon edhe në Dibër, por do e përmbylli fjallën time me atë që e fillova në hapjet fushatës. Këndej sa bukur, andej sa zi, o Ali, natën e mirë! Urimet e tonë, urimet gjithë të të varve, urimet gjithë shqiptarve për këtë fitore plebiscitare koalicionit Vlen. E kemi thonë start që do t'i fitojmë gjitha komunat dhe ashtu ndodhi. Unë i uroj të gjithë kryetarët e ri të koalicionit Vlen, i falenderoj të gjithë aktivistët për mobilizimin e jashtëzakonshëm që e keni parë nga ju në këto javë fushate. Unë besoj që shqiptarët ditën të vlerësojnë punën që e kanë bërë kryetarët si Bilal Kasami, si Blerimi, po ditën mbi gjitha të dallojnë rrenën propagandën nga puna pa fjalë, puna pa zhurmë, puna pa propagandë që e kemi bërë. Ditën të na shpërblen për investimet 100 milionë që në komuna, ditën të na shpërblen për ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, ligjin për medresën dhe shumë punë mira të cilat i kemi bërë në këto 15 muaj, 16 muaj qeverisje. Ky është konfirmim i punës, i djersës dhe i qëndrueshmërisë që e kemi pas. Dhe unë besoj që ky është elementi i fundit që dua ta prek. Koalicioni Vlen është më një frym, nuk i shohim partit, u largua një arben. Nuk u pa hiç ndryshimin koalicionin Vlen. Arbeni nuk i solli asgjë Aliut, siç nuk i solli asgjë as Ziadinit. Shfrytëzoj rastin t'ju uroj fitoret e tyre Arbenit dhe Ziadinit. I kishin plan t'i marrin t'i rrëmbenja 10 komuna përmes Zajasit, u barazuan me 0, u barazuan me hiç, sepse aktivistët e Vlenit qëndruan një zëri prapa kësaj përpjekje jashtëzakonshme shqiptare që ishte një mrekulli që ndodhi para 2 viteve dhe që do vazhdon në qeverisje, do vazhdon në çdo komunë nivel vendi. Urime gjithëve edhe një herë dhe faleminderit për gjithë punën që e keni bërë. Mbrëma Tetova, pranoni të dalë nga Bovina. Edhe një herë, faleminderit secilit nga ju që keni mbështetur koalicionin Vlen dhe që u dhat mundësi kryetarit Bilali të vazhdoje edhe një mandat të ri. Ju uroj shëndet dhe mbarësi. Gjithashtu, i përshëndes të gjithë banorët dhe votuesit e komunës Bukovinës. Faleminderit që na mbështetet dhe Zoti nuk ju shgënjej. Faleminderit gjithë të mirë. Natën e mirë.
Urime festën, urime fitoren shqiptar, urime qytetar që besuan në ndryshim, prej sonte fillon era e ndryshimeve të reja. Ne ju thamë që në fillim, të janë zgjedhje lokale, zgjedhje për komunat, ata kërkuan referendum, kërkuan legitimitet, dhe votuosi sovrani e vullosi që legitimitetin në shqiptarve e ka vleni prej Dolmenit deri në Dibër, deri në Strug. Prandaj, sonte kanë fituar shqiptarët, sonte kanë fituar ata që kanë besuar në ndryshim. Nuk du t'ju lodhe se kemi lodhë në këto 4 muaj me fjalime politike, urime fitoren, gjithë shqiptarët, gjithandej, dhe mbeta që këto kryetar bashkë pra t'i përveshim krahat dhe të punojmë për projektet, vizionin, për komunat tona, për vendbanimet tona, për një decentralizim më të mirë, më të fuqishëm, për faktorizimin e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Urime! Ai e nisi ndryshimin. Ai e vullosi fitoren sonte. Shpatallimi i së keqes nisi nga ai. Sonte përfundimisht e pensionoi politikisht Ali Ahmetin. Mirëmbrëma Çairi, mirëmbrëma Raçina, mirëmbrëma Saraj, mirëmbrëma Zhelina, mirëmbrëma Tearca, mirëmbrëma Bogovina, mirëmbrëma Dibra e Madhe, mirëmbrëma Struga, Dolmeni. Pa ndërpres të nuk vazhdojmë ato qesa Aliu të i bjerë të fikët. Falemderit rinia e Vlenit gjithandej që ne mundësuat këtë fitore. Falemderit forumi gruas, falemderit aktivist, falemderit qytetarve që në besuan, falemderit shqiptarve dhe gjithë atyre që në përkrahën dhe në dhanë besimin për të vazhduar projektet në të mirë të gjithë qytetarve. E përmendi Zeti, ata kërkuar referendum, ne ofruam kryetar dhe projekte dhe populli zgjodhi kryetaret dhe projekte të cilat do t'i realizojmë në të mirë të gjithë qytetarve. Prandaj, nga nesër ne vazhdojmë të punojmë, të sakrifikojmë, të angazhojemi që gjithë qytetarët nga Kumanova deri në Strug të kenë një jetë më të mirë. Dhe i garantojmë qytetarët që le që nuk kanë gabuar që Aliu në qonë në pension, por kanë pasur të drejtë sepse votuan kryetarët më të mirë, të cilët do t'ju përmirësojnë jetën, të cilët do t'ju bëjnë jetën më të mirë. Falemnderit gjithëve, na prip të mbara dhe shihemi në fitore të reja.